Olba pat një në fakt, mu duk shumë interesant. Olba Pullozhon e njojmë krejtna, besoj që dhe një aty, në një platform tjetër, ajo ka posë dhe marrëdhënie intime me dikan. Që ajo edhe mua është kam bën përshtypje. E tash, po du me të bo përshtypje, a të do ke pak që po viktimizuar në raport, sepse e egzagerun situatën. Në fakt, e egzageroj ajo, për çka ja të roqën vrejtën. Po, për mu ke shumë e tepër, për derisa të hin me një vend si Big Brother, ti ato ki pun me loj karakteri, loj njeri, ti së mënësh mi thonë dikujt, mës hajde mu ullë këtë, se bashkë që ti a ki nuk të pëlqen a i sen, a i bashkë që atë sen ka më të abo. Labi është të e bud njëtën sen, mu për menimin tem, labi e ka ndru komplet sistemin e lojës ato mrena. Ja u ka ndryshu energjin, mendimet, gjdo sen. Sa për Alba nuk për më pëlqen fare, për bën shumë drama, për te prën shumë, për më do këtë është ka dënë me marë atë zemrën e publikut femna, që mu të regu që me lujt viktimën, është të e lujt shumë viktimën, se ato jënë 24 orë kamera, ato vëq diçka e keqe së mënët me ndodhë. Aden, edhe po më pengon që po kajnë palot. Abedin, kaj, po kaj kur është koha me kaj. Olba, këgja shumë i ka e abzor me kaj, po smujti, nuk e... Shumë falës ke, se nuk ke për me kajt ato, se qërë unë jam vetë femën, edhe unë e kuptoj shumë mirë, asun s'du shumë me mu afru dikush. Në fajlës pa, kush e afru, nuk e afru për kush, ke lofi... Kur ti ta natën po këcen me labin, ta natën jasha ato, edhe në fond ti po më thu, mësë më falë kështu, mësë më falë ashtu, kur ti donë me pasë qasi raporte me një person, si jashtë, si mrena, ti dohësh prej fillimit mi caktu sanet edhe mi ndo sanet, jo ti me thonë tani kur duon e kur dënë te, jo, se ti si ato që vendosë. E dita e ceke shumë mirë, më fakt e ceke shumë mirë, e dita e ceke mendimin e saj, tha që labi ka ndru dinamika dhe saj, po një fakt prej natës djeshmë është që labi është banori majnë nominum për medalj jashtë. Normal se ata e kam vrejt se labi, e kam vrejt diçka që labi ka shumë nerva, që ka unë prej jashtë nuk e kum njoft labin, e kum njoft vetëm si artist, por nuk e kum njoft ma herët në mënyrë kështë tjetër. Po, labi e ka ndryshu komplet lojën, dinamikën ato, edhe ka shumë nerva, mos të harrojmë që ajo është artist, muzikant, edhe muzikantave bjen me knu në për klaba, i bjen me knu në për dasma, i bjen me knu në për kafe, i bjen me knu të që mësu me të rritë presione, a? Aj, mësu me loj presione, këto presionet në mrena në big ato jenë për to jenë cikrime, edhe nëse labi ka me vazhdu që shto, unë menej që i labi ka veç ka me fitu. Aty nuk e di një gjët djetë, maj bullizumi, maj stigmatizumi, edhe me presion matë madhë që i ka përjetu brenda shtëpisë është labi. Dikush shumë për nominim, a i shkon shumë naltë. Okej, kjo e interesant, këna më këty edhe njerë të këto qështjet e nominimeve, por po du me undalë me zonjën aty fete, aty për një moment, po e kom lenë prej produksion, më shprej ta më në qushnina, për një moment më do që e pashëm site në studio. Më falë, kjo është ajo që ka mu ka bo për shtypje dhe... E ki fjallin për prindin e tonit. Edhe vërtit më ka shumë keq atë skenë kërë kom pa, është e papranushme për mendimin temë. Kjo është cenimi autonomisë individuale dhe është fundamentale për individ, sidomos në përzgjidhjet në aspektin emocional, kur neve dim si lidhjet emocionale nga njëherë nuk ka standardet caktume, po shumë komplekse duke marrë parasysh emocionet dhe faktor tjerë. Prandaj, për mua vërtet shpërfaqi edhe pash akoma ndikimin e traditave tek neve, autonomia që është e pamundur edhe liria individuale, kjo është liria individuale. Qështja sot shtrot, a bisedon ti me tonin brenda shtëpis aty, a bisedon me familjen e tonit? Sepse tashën nuk e besoj që a i ka një pik individualiteti brenda lojës ti, për deri sa erdë baba dhe i të regoj, bile edhe bia ja këtaj shumë mirë. Tha nëse e kishe eduku djallin në formën e dur, nuk ishe ardhë këtë pas taj mja të rejkë vrejtë. Prandaj po them, mendoj ajo nuk ishte një sugjerim vetëm bab dhe birë, po ishte para një audience
të madhe dhe këtu degradoj një person tjetër, vërtet nuk pat askush një empati për individin tjetër, ku unë mendoj si definitivisht ajo ke shumë, për mua, ke e pa pranushme. Akoma ma skandaloze për mua